Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu xhalla wala falenderojm, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojm. Lutim Allahu xhalla wala që lavdatat bekimet e tij të jenë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Fillojmë sot me lejen e Allahut azza wa jall për të vazhduar mëtutje me ligjëratat e përjavshme, ku jemi duke trajtuar dhe shtjelluar emrat e bukur të Allahut azza wa jall, dhe u mundohemi që për çdo emri të nxjerrim përfitime të duhura, të nevojshme që neve na duhen në jetën tonë. Kemi përmendur disa herë dhe kjo duhet të bëhet pjesë përbërëse e kuptimit tonë. Kjo duhet të bëhet pjesë e pandashme jetës tonë, se duhet të mundohemi dhe të përpjekemi që çdo gjë në jetën e kësaj bote, pavarësisht a ka të bëjë me veten tonë apo me atë që na rrethon, duhet që ta kuptojmë se e tëra ndodh me ndikimin dhe reflektimin e ndonjërit për emrat e Allahut azza wa jall. Asa emrat e Allahut xhalla wa ala janë vetë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ajo që neve na bën të dallojmë prej të gjithë të tjerëve është se qasja jonë për ballngjarjeve është nga ky kënd, ndërsa të tjerët kanë kënde tjera. Prandaj sa më tepër i njohim Allahun xhallahu ala, sa më tepër i njohim emrat e tij, cilësitë e tij, aq më lehtë do ta kuptojmë këtë jetë, aq më lehtë do t'i analizojmë dhe do t'i kuptojmë të gjitha ngjarjet e zhvillimit që ndodhin në jetën e kësaj bote. Kjo është e para. E dyta që duhet ta dimë ndëruar se kemi përmendur disa herë dhe edhe kjo duhet të bëhet pjesë përbërëse e kuptimit tonë që nuk ndahet asnjëherë, se të folur për Allahun xhalla xhelaluhu dhe përmendja e emrave të Allahut azza wa jall është të folur për dikë të posaçëm, për dikë të veçantë, për dikë që emrat e tij aludojnë dhe tregojnë drejt për drejt, në mënyrë të vërtetë ashtu sikur është ai, për dallim për njerëzve. Prandaj ti mundesh që të dëgjosh për ndonjë njeri se është bujar, apo është trim, apo i guximshëm, apo i mëshirshëm, dhe sa më tepër të lavdrohet, fillon të hamendesh se a thua vallë mos është duke tepruar dikush. Apo mos po teprohet këtë lavdot, mos po teprohet tepër për këtë se njeri ndoshta e ka nga emocioni ose është ndoshta i lidhur me të, ka arsye të caktuara kështu më radh. Dhe kjo është e arsyeshme të mendohet kështu, nga se njeriu ka një kufi. Mirë, po për Allahun xhalla xhelaluhu rrim rahat dhe rrim shlir, se sado që dëgjojmë lavdata për Allahun xhalla wala, sikur që kemi përmendur në takimin e kaluar, të gjitha ato i takon Allahu xhalla wala, madje edhe më tepër, të sa nuk mundemi ne t'i thurrim asnjëherë, nga se nuk ekzistojnë fjalë në fjalorët e botës që mund të përfshin falërimin e Allahu xhalla wala dhe lavdrimin ndaj tij ashtu sikur ai e meriton. Nëse me këto kuptime vazhdimisht ne i trajtojmë të gjitha emrat e Allahut azza wa jall, atëherë padyshim se shpresojmë që të ndryshon edhe jeta jonë, të ndryshon edhe kuptimi jonë, të ndryshon edhe raporti jonë me Allahun xhalla xhelaluhu, e që është një prej kërkesave themelore të jetës tonë. Emri që sot do ta marrim me lejen e Allahut azza wa jall është një nga emrat të cilët më tepër i japin kuptim emrave të tjerë se që i japin kuptim vetes së vet. Do të thotë e ka kuptimin e vet, e ka domethënien e vet të duhur, mirë po më tepër i ndihmon që apo më tepër na ndihmon që ti kuptojmë emrat e tjerë të Allahut azza wa jall. Dhe është një emër i cili padyshim bën pjesë në ato emra që na ndihmon që ta madhrojmë Allahun xhallahu ala, që të na rritet shpresa të mendimi i mirë për të kështu më radh. Ashtu sikur kujtohet, ne kemi përmendur disa herë se emrat e Allahut xhallahu ala të gjithë janë të bukur. Dhe të gjithë aludojnë në qenin e Allahut azza wa jall. Mirë po për nga ana kuptimore mund të ndahen nga njëra në disa ndarje që emra që flasin për
të pastruarit e Allahu xhallahu ala dhe të zhveshur ti nga çdo emet, emra që kanë të bëjnë me mëshirën e Allahut, emra që kanë të bëjnë me falën e Allahut azhjal, emra që kategorizohen në krijimin e Allahut xhallahu ala e kështu me radhë. E ky emër, në qoftë se do ta kategorizosh me dikën, tash më tepër ka të bëjë me dhënë e kuptimit të gjitha emrave të tjerë e para, dhe e dyta në aspektin kuptimor është një emër që na jep shpresë, na ndihmon që të na shtohet në zemrën tonë madhërimin e Allahut azza xal dhe gjithashtu mendimi i mirë për të. Fjala është për emrin Allah xhallahu ala el-Wasi'. El-Wasi' që do ta sqarojmë çfarë kuptimi ka ky emër, mirë për para kësaj të sqarojmë aspektin gjuhësor si zakonisht për të hyrë pastaj në trajtimin e këtij emri. Ky emër el-Wasi' vije normalisht nga një rrënjë në gjuhën arabe që është wasi'a ose al-wus'u, e që është e kundërta e dhiq. E çka është al-wus'u edhe çka është ad-dhiq? Al-wus'u në gjuhën arabe përdoret për disa kuptime. Kuptimi i parë është kur diçka është e gjerë, përfshin njësi të shumta në kuadër të një tërësie. Për shembull, i thonë mekanun wasi', vend i gjerë, pse mund të përfshin numër të madh njerëzish. Andaj thonë wasi'. Kundërta e tij është ad-dayiq, i ngushtë, nuk përfshin shumë, nuk mund të përmban shumë njerëz ose shumë gjëra, shumë njësi brenda asaj tërësie. Ky është kuptimi esencial i al-wasa'. Mirë po përdoret edhe për kuptimin e mundësisë dhe fuqisë. Anasi kurse thot Allah xhallahu ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah xhallahu ala nuk e ngarkon askën për te mundësive, nuk mund ta bën, apo nuk mund t'i qëndron, nuk mund t'i përballon një ngarkesë të tillë, andaj Allah xhallahu ala nuk e ngarkon askën për te mundësisë që ka mundësi të përballon. Prandaj edhe, për shembull, gjuhësisht njeriu mund të përgjigjet nga njëri në gjuhën arabe kur t'i thuhet bë sabër ose bëhu i sjellshëm ose bëna këtë vepër e kështu me radhë, thot lejse fi wus'i. Nuk është mbrana mundësive të mia, nuk mundi përballoj me sabër tonë, ball. Apo andaj wus'a është diçka që ka të bëjë me përballimin, që ka të bëjë edhe me, domthonë, qëndrueshmërinë e dikujt përballë diçkafit. Gjuhësisht. Gjithashtu e ka edhe kuptimin e kompetencave. Do të thotë kur kërkohet për dikujt të bën diçka, apo dhe ai nuk ka kompetenca për ta kryer një punë caktuar, thuhet lejse fi wus'i. Nuk është brenda kompetencave të mia, nuk është mundësinë time, nuk mund ta bëj unë këtë. Andaj mungesa e aftësisë dhe mundësisë ka të bëjë edhe me fuqinë fizike, por ka edhe të bëjë me fuqinë e kompetencave, do të thotë që nuk ka kompetencë me kënaqësi fizikisht mund ta kryejë, por nuk ka kompetenca që ta kryejë. Andaj edhe këtu mungon aftësia dhe mundësia për ta kryer një punë apo. Dhe përdoret gjithashtu edhe për fuqi. Do të thotë kur dikush është i fuqishëm, përdoret, do të thotë edhe kjo fjalë. Andaj këto janë disa prej kuptimeve gjuhësore që nga rënja e kësaj fjale buran dhe vije emri Allah xhallahu ala al-Wasi'. Se i përket pohimit të këtij emri, sa i takon Allah xhallahu ala apo nuk i takon, është e qartë, do të thotë se është i përmend në Kur'an në 8 vende. Dhe është interesant, sikurse do ta marrëm me tutje, ky emër është përmend në Kur'an i kombinuar, jo i vetmuar, dhe kombinimi i tij është bërë vetëm me 2 emra. Edhe kjo e ka kuptimin e vet. Wasi'un alim edhe wasi'un hakim. Do të është kombinuar me emrin Allah xhallahu ala el-alim dhe me emrin Allah xhallahu ala el-hakim. Një pikë të vendeve është, Allah xhallahu ala thot në surën Al-Baqara në ajetin 115, kur flet për ndryshimin e kiblës, fa inma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allaha wasi'un alim. Pasi na shëron dhe na urdhon që të kthehemi nga kibla, thot fa inma tuwallu, ka do që të ktheheni, fa thamma wajhu Allah. Apo në atë anë është fytyra Allahut azza wa jall, inna Allaha wasi'un alim, nga se Allah është wasi' dhe alim. Gjithashtu Allah xhallahu ala në surën Al-Baqara kur flet për tregimin e
Beni Israelve, atyre që u ka bërë obligim luftën pas që e kërkuan luftën. Kërkuan nga pejgamberi i tyre që të kërkon nga Allahu xhallahu ala t'u jap leje për luftë. Dhe normalisht pasi që u bë obligim lufta për ta, kërkohej një udhëheqës që do t'i udhëheqte. Dhe pas Allahu xhallahu ala u përzgjedhi Talutin që të jetë udhëheqës i tyre, ata e kontestuan. Nga që thanë, lem yu'ta sa'atan min al-mal. Nuk i është dhënë sa'a, apo nuk ka pasurit mjaftueshme që na përfshin neve e që të na udhëheqë. Andaj Allahu xhallahu ala u përgjigj duke thënë, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Nëse mendon se ajo është i ngushtë në pasuni, apo Allahu xhallahu ala ja jep pushtetin atij që don, nga sa Allahu është wasiun alim. Allahu është wasiun alim, edhe të ka ardhur emri wasiun alim. Edhe në kombinim me hakim ka ardhur do të tek çështjet e shkurorzimit në surën An-Nisa, në qoftë se don vjen ditë ndarja mes burrit dhe gruas, dhe pastaj këtu mund të rrezikohet gjendja ekonomike e gruas, apo eventualisht ndoshta edhe e burrit. Allah xhallahu ala thot: "Wa in yatafarraqa yughni Allahu kullan min sa'atihi." Në qoftë se ndahen, i mjafton Allahu xhallahu ala çdo njeri nga sa'ati, nga gjerësia e tij. Nga sa Allahu thot: "Wa kana Allahu wasi'an hakima." Allahu është wasi dhe është hakim. Në këtu janë disa vende në Kur'an që dëshmojnë se Allahu xhallahu ala ka emrin al-Wasi', e para dhe kombinimi i këtyre emrave, i këtij emri me emrin Allahu xhallahu ala el-Alim edhe el-Hakim. Mirë, morëm kuptimin gjuhësor të kësaj fjale dhe pastaj edhe argumentet që flasin se Allahu xhallahu ala ka këtë emër. E në raport me Allahu xhallahu ala ky emër çfarë kuptimi ka? Kjo është pjesa e rëndësishme për neve. Emri el-Wasi' çfarë kuptimi ka në raport me Allahun xhallahu xhelaluhu? Normalisht të gjitha kuptimet gjuhësore janë të përshtatshme që të përdoren në dhënien e kuptimit të këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala. Me një kusht, vetëm. Me një kusht. Do të gjitha kuptimet gjuhësore, tham gjerësia, fuqia, kompetenca, aftësia, mundësia, gjitha këto janë të përshtatshme që t'japen edhe emrit të Allahu xhallahu ala. Me një kusht, veç. Ç'është ai kusht? Të largohen kufit. Nëse mundësia e njerit, sa të qenë e madhe ka kufi. Nëse don Allahu me jap emrin el-Wasi, hiq kufit. Kompetencat e njerëzve janë të kufizuara, apo thuaj Allahu ka kompetenca, po jeka kufit apo. Fuqia, mundësia, gjerësia, të gjitha këto janë të mundshme edhe për njerin, por me kufi. Kur dëshon Allahu t'i japësh, hiq kufit apo. Largoja kufit dhe kuptohet drejt emri Allahu xhallahu ala el-Wasi'. Pra njeriu sot që të ketë mundësi dhe fuqinë e kësaj bote është i kufizuar. Nga se gjerësia është, do të thotë, largësia mes dy pikave. Sa më larg që janë, më e gjerë është. Apo? Po megjithatë e ka një pikë që përfundon. E ka një vend ku ndalet. E këto dy pika nuk ekzistojnë në raport me Allahun xhallahu xhelaluhu. Dhe në anën tjetër e përmendën në fillim se emri Allahut el-Wasi' është ai emër i cili i jep kuptim të gjitha emrave të tjerë. Emrat e tjerë kanë kuptimin e tyre. Mirë, po kur ti bashkangjitet el-Wasi që ti din se Allahu el-Wasi, çdo emër tjetër pastaj i thën gjitha kufit e mundshëm. Prandaj Allahu thot wasi'ul maghfira. Në Kur'an Allahu xhallahu ala kur bie për maghfiran, fani Allahu xhallahu ala sikur ta mësojmë, është wasi'ul maghfira. Nuk mund ta kufizon askush fani Allahu xhallahu ala. Nuk ka mëkat që mund të vendos kufit e falës Allahu te barekuhu teala. Wasi'ur rahma. Apo mëshira Allahu ta zgjon është wasi', e gjerë. Nuk ka mundësi dikush që të kufizon se kjo mëshirë e Allahut ta zgjon është deri këtu. Apo është vetëm për ta popuj, është për këtë kohë, është për këtë situatë, nuk mund të kufizohet apo. Nuk mund të kufizohet wasi'ul ilm, nuk mund të kufizohen informatat dhe dija e Allahut azza xal, nga se është e gjerë, përfshin të gjitha krijesat. Dhe kjo përfshirje dhe kjo gjerësi ka dy kuptime të ndëruar. E para, përfshin të gjitha krijesat dhe mbetet ende e gjerë. A kuptuat? Nga se, për shembull, ky vend është i gjerë, por me kusht me qenë i zbrast. Në moment kur mbushet, e humb gjerësinë, bëhet i ngushtë.
Nërsa tek Allahu xhallahu ala përfshihen të gjitha krijesat në rahmetin e tij dhe opetjet e gjerë. Nuk ngushtohet kur. Të gjitha krijesat mësojnë për Allahu xhallahu ala dhe nuk e ngushtojnë dijen e Zotit xhallahu ala. Ai mbetet përsëri e gjerë. E kush jep kuptim kësaj elwasi? Allahu xhallahu ala është falës dhe krejt njerëz me bëjnë të gjithë Allahu a fal dhe nuk ngushtohet falja e tij. Falja e ngushtohet, sa të qëtish i gjerë, ngushtohet. A rrezikohet ndonjëherë sabri jon me ngushtim po, a rrezikohet ndonjëherë falja jon po, a rrezikohet dija jon, gjitha këto rrezikon. Tek Allahu xhallahu ala emri elwasi na hjek të gjitha këto hamende që mund t'i kemi. Na hjek të gjitha këto vezvese të shejtanit që mundon t'i imponon dhe fut në zemrën tonë se mund ngushtohet absolutisht. Wasi ur-rizq, apo elwasi në rrezikun e tij, i gjerë në rrezikun e Allahut azza xal. Të gjitha krijesat i ushqen, të gjitha krijesat i furnizon, u jep nga furnizimi i tij lloj-llojshëm dhe përsëri mbet elwasi. Përsëri mbet elwasi. Në mund të themi për Allahun xhallahu ala se i furnizon të gjithë. Apo, po këtë të gjithë që i furnizon nuk në rregull e kuptuam. Po mund të ndodhë që të thuhet se do thotë masi po i furnizon ka të gjithë, atëherë po merr ka diçka prej pasurisë së tij. Elwasi e largon këtë hamendje. Nuk mirët asgjë. Sa dijen e ka zbritur Allahu xhallahu ala në tokë. Veç pejgamber sa kanë ditë. E sa njeri ka mësuar sa atëherë a kanë marrë nga dija Allahu xhallahu xhelaluhu. Për shembull, njeri mirë nga dija e tij. Nëse nuk merr vazhdimisht dije, harxhohet shpejt. Sado që të ketë dije gjerë, kur të shprasë të njerëz saktuar, ata e marrin dijen e tij dhe e ngushtojnë mundësinë e tij për t'u ligjëruar së dyti. Apo, nga se s'ka mo, nuk mund 10 herë një temë me kallëzu. Andaj, sa ma te për jep, ngushtohet. Në që se nuk men nga gjerësia dikujt, vazhdimisht. Dhe sa ma i gjerë burimi që është tje, apo, ma komat është taj që jep, se ka që ka mërë sa dush. Po njërin që nëse ka burim në ngushtë atje, apo, nuk guzën me jep shumë, nga se edhin që përfundon shpejti, atëre, nga ngushtësia e burimit, ngushtësot edhe mundësia e ti për të vazhduar më tutje. Ndërsa tek Allahu xhallahu ala, a është kjo? Ja, nuk ekziston kjo absolutisht apo. Musa alayhisalam kur ka qenë me Khidrin në deti, apo kanë qenë duke lundruar, na dinin nga se udhimin e kanë filluar me lundrim në anije. Atëra ka ardhur një shpend dhe ka marrë do të me shqepin e tij disa pikë ujë nga deti. Dhe ka shkuar. Atëra ka thonë Khidri Musa alayhisalam, o Musa, a din sa është dija Allahut në raport me ne që dim? Sa këna mona për Zotit? Khidri sa ka dit? E Musa sa ka dit? Kelimullah. Ati që Allah i ka fole, min ulil azm, ka pas dijet madhe. Ka në adin sa këna marë për dijes Allahut, aqë sa ka marë kjo zëk për këti oqeane. Edhe kjo është sa për ta kuptu, sa as kas kemi marë. Nga gjërësia e dijes Allahut e barek e vëtala. Dhe kuptimi dhe njohja jonë, e kësaj gjërësia në ndihmon shumë pasaj të ndikimi, për të kuptuar shumë gjëra që neve na duhet në kësaj bote. Prandaj edhe Ribib ibn Amir radiallahu ta'ala anhu, i cili është taku me Rustumin me udhëhecin e persianëve në luftën e njohur të Kadisijës, kur e ka pyetur çka jeni ardhur? Një kon do arab do na mat kam zbathur, kula mojt me do millç atje. Apo çka jeni ardhur? I ka thonë një mbej fjallet njohura që i ka përmend, ka thonë ka Allahu xhallahu ala na ka dërguar që të nxjerrim njerëz nga ngushtësia e dunjas. Sa gjon dunja ka ngushtë apo. Në gjerësinë e shkafit e dunjas. Çka dunja që e keni bëu ngushtë, na e bëjmë gjon. Na e bëjmë atë tonë me nzon, na e bëjmë atë tonë pas me hungur, na e bëjmë atë tonë pas me pi. Na e bëjmë atë tonë pas do të thonë kushte të volitshme të përshtatshme për me tu, na e bëjmë. Pse na e bëjmë? E çuçë zgjonon ti? Nga se na i besojmë atij që të luasi. Ajo është i gjon, ai na mundson me zgjonuar. Edhe krahas gjerësisë së dunjas ju bardh në gjerësinë e ahiretit atë. Për çfarë janë ardhur? Një ty tu ngushtin e fort i na ardhur me zgjonu. Prandaj kjo është kuptimi i anut Allah xhallahu ala el-wasi, i gjerë në rrezikun e tij, i gjerë në dinën e tij, i gjerë në bujarinë e tij, i gjerë në falën e tij, kështu më radh, gjitha këto kuptime të emrit të Allah xhallahu ala el-wasi. Dhe me një fjalë
sikur që e përmend edhe Sheikh Sadi rahimullah se gjërësia absolute tek Allahu azza wa jall, dhe në këtë gjërësi, në këtë emër të Allahut al-Wasi, përfshihen të gjitha emrat e Allahut xhallahu ala dhe përfshihen të gjitha cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Në sikur që Allahu është al-Wasi, edhe fjalët e Allahut janë ashtu, prandaj Allahu xhallahu ala thot kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Po thuaj në qofse law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Në qofse bëhet deti ngjyrë për shkruar fjalët e Allahut azza wa jall. Lanafida al-bahr. Çdo deti do të shterrej. Apo ndërsa nuk do të shterreshin fjalët e Zotit tim. Dhe këtë do ta sqarojmë më vonë çfarë kuptimi kanë fjalët, por dua të them se gjërësia e Allahut xhallahu ala ka përfshi çdo gjë. Ka përfshi çdo gjë. Edhe fjalët e Allahut xhallahu ala kanë përfshi çdo gjë, fjalët e tij kozmologjike që kanë të bëjnë me kaderin e Allahut azza wa jall, dhe fjalët e Allahut shariatike që kanë të bëjnë me ligjin e tij dhe me atë që është ai kënaqur që në frymë të saj dhe në përputhje me atë të jetojnë robët e Allahut xhallahu ala në tokë. Prandaj el-Wasi është aq i gjerë sado që të flasim ne nuk mund të ngushtojmë kuptimin e tij el-Wasi, nga sa ai mbetet i gjerë, ai mbetet el-Wasi. Dhe Allahu xhallahu ala thash këtë emër e ka kombinuar me disa emra të tij të tjerë në Kur'an që do ta sqarojmë urtësinë e këtij kombinimi më vonë inshallah me lejen e Allahut azza wa jall. Andaj krahas kuptimit gjuhësor dhe pohimit se Allahut i takon ky emër, sqaruam edhe disa kuptime që i takojnë Allahut azza wa jall në lidhje me këtë emër. Prandaj tham, të gjitha kuptimet gjuhësore mund të jenë të përshtatshme në dhënien e kuptimit të këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala, me një kusht ku largon kufit. Ka sa ti takon gjërësia absolute, edhe në fuqi, edhe në mundësi, edhe në kompetenca, edhe në gjërësi dhe në përfshirje të çdo gjëje. Prandaj Allahu xhallahu ala është el-Wasi. Nëse këtë e dim, atëherë çfarë ndikimi ka ky emër në jetën tonë të përditshme? Çfarë mund na të nxjerrim nga ky emër që të rregullojmë jetën tonë në raport me këtë emër? Fillimisht, vëllezër nderuar, Allahu xhallahu ala ka përmendur se është el-Wasi. Dhe kjo gjërësi thash ka përfshirë çdo gjë. Nga kjo përfshirje e çdo gjëje është edhe fjala e Allahut azza wa jall, ajo që ai ka folur. Dhe Allahu te bareka ve taala kur ka folur, apo të fort Allahu xhallahu ala, ose është në drejtim të ndonjë ligji kozmologjik, apo ose është në drejtim të ndonjë ligji shariatik. Andaj ka përfshirë çdo gjë. Prandaj këtu ne vjen hap një siguri se Allahu xhallahu ala tër atë që ndodh në jetën e kësaj bote, tër atë që neve na duhet në kësaj bote, e tëra buran nga dija e Allahut e pakufishme e gjerë el-Wasi, apo dhe e tëra është përfshirë në fjalët e tij. S'ka diçka që ai s'e ka thonë. Apo çdo ngjarje që ndodh për ty është përfshirë në fjalët e Allahut azza wa jall. Andaj sa është caktimi i Allahut azza wa jall i gjerë, sa ka krijesa në këtë botë që Allahu xhallahu ala ka folur dhe ka caktuar për to me fjalët e tij. Sa ka? Çdo krijesë për shembull vetëm ja caktu rrezikun sa fjalën ato. Apo sa për shembull na e dim. Nëse njerëzit për shembull kanë tyra caktuara mujore në jetën e përditshme. Dhe tash dojnë me komentu, me analizu buxhetin e tyre mujor. Veç për një familje, 5 anëtarëshe. Mund të flasë ndoshta me orë të tëra, për të analizuar çuçi kena marr, a kena pasur si më shumë me fitu, pastaj ku me harxhu, si me rujt, nëse vim kriza, do të më rujt diçka, do të ka muhabet shumë për një thash hyrje të kufizuar buxhetit familjar. E mirë, sa krijesa është në qiell dhe në tokë, që Allahu a cakton buxhetin ditor dhe mujor dhe vjetor, apo veç me komentu këtë buxhet, sa fjalë duhet. A ka mundësi njerëz me ranë në fund, veç këti aspekti, veç tjera, mos të për tjera, veç tjera aspekti, nuk kanë mundësi, e ku janë caktimet e tjera, e ku janë ngjarjet e tjera, e ku janë zhvillimet e tjera. Andaj Allahu xhallahu ala do thotë është ai që fjalët e tij, sigurisht që ka merr, nuk kanë mundësi kur të shterën, nuk kanë mundësi kur të përfundojnë, nuk kanë mundësi kur njerëzit të komentojnë dhe të vendosin pikën në koment në fjalët e Allahut xhallahu ala.
As në ngjarje, andaj në rrafshin kozmologjik për shembull, apo. Sado që mundohemi të komentojmë urtësinë e Allahut azza xal dhe të mblidhen analizat më të mëdha të kësaj bote, dhe ndoshta gjuhëtarët më të aftë dhe më të shkallët të kësaj bote, për të komentuar urtësinë e zhvillimeve kozmologjike, Allahu thot: "Ma nafidat kalimatullah." Nuk keni mundësi kur të shterni e gjetëm, mur fund, apo? Dhe tash ke zhvillimet e tjera në këtë botë mund të jenë në këtë drejtim. Absolutisht, çdo ngjarje ty që të ndodh, apo subhanallahu, për çdo urdhë që ka pa Allah ty me ndodh diçka, mund të jetë i ngjajshëm për ty, por mes tyre ka dërim aq të madh, saqë të gjitha lumenjt dhe detnat dhe të gjitha kodrat që kanë druj të shndruhen në lapsa për shkruar veç storien e ngjarjeve tuaja nuk kanë mundësi apo. Qase kanë ndodhur bi kelimatillah, kanë ndodhur me urdhën e Allahut xhalla xhelaluhu apo. Kjo është në rrafshin kozmologjik. Në sa ka urtësi Allahu azza xhel. Sa ka gjëra që ne nuk i dim kurr, para mendoj Allahu thot nuk mund të shterën kurr fjalët e Allahut azza xhel. Prandaj mundohu të gjesh një urtësi ose dy për veten tënde, por dije se ka shumë të tjera që askush s'u di komenton, apo veç Allahu xhallahu ala në fundin e atyre komenteve të asaj që ty të ka ndodhur. Veç ty, mos flasim për shumë zhvillime të tjera apo. Dhe kjo është zemër me dashurinë e Allahu xhallahu ala. Kjo është zemër me dhimbje e Allahut te bareka o taala, me bindjen e atë që të ndodh, se shumë gjëra apo që ndodhin ty e kanë një version, e kanë një kuptim, e kanë një komentim. Të cilën ti nuk mundesh kurrë në kurrës me hartu në tërësi që është atë. Versioni komplet dhe i plot i takon vetëm kujt? Vetëm Allahut azza xal. Prandaj ato gjëra që nuk mundemi ne ti komentojmë, dhe nuk mund ne ti kuptojmë si duhet, nuk nënkupton se nuk ekziston version tjetër. Nuk ka diçka për të kësaj, absolutisht. Qase ajo që të ka ndodhur me një fjalë Zoti gjithsesi duke kun feyakun. Ajo është eluasi, ai ka thonë bëhu edhe është bërë. E kur ai që është i gjerë dhe fjalët i ka të gjëra ka thonë bëhu, çu ka mundësi kush i ngushtë sikurse na me e kufizu kët urën të Allahu xhallahu ala në kuadër të kuptimeve të caktuara se kjo ka ndodhur për këtë ose për atë. Nuk mundesh vëllai kur atë. Kur, nuk mundesh kur me këtë me bë. Absolutisht kur nuk mundesh këtë me bë. Prandaj nuk shteren fjalët e Allahut azza xal. Dhe gjithashtu edhe fjalët e Allahut shëratike, Kurani i tij, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi njerëz kurrë në kurrës, apo që të japin fundin e komenteve të shariatit. Po bazën e kuptimeve kanë vendosur i dërguari sa me ashabët e tij, baza nuk del jashtë asaj. Por pastaj shtjellimi, trajtimi është aq i gjerë, saqë subhanallahu 10 njerëz mund ta komentojnë emrin e Allahut te dhe të bëjnë përshtypje se të 10 duke komentuar një emër tjetër apo. Përveç mos me kon baza e emrit e luasi ose ajetet ose kuptimi, për ndryshe sqarimi e shembujt e kështu me radhë aq janë të gjerë. Dhe ja shiko se sa shekuj komentohet fjala e Allahut azza xal, apo dhe prapë jetë burimi i pashtershëm. Nuk ngopen kurrë së lezuari fjala e Allahut xhallahu ala ulemat e dietar. Gjithmonë kanë çfarë më nxjerr. Prandaj edhe fjala e dietare që e kam përmend se nuk duhet të themi se të parët nuk lënë diç për të fundit. Apo nga se kanë komentuar, çka kanë komentuar të parë që më tepër përshme që këtas na kanë lënë kurrë apo. Jo, apo. Por fjala e dietare të themi se sa shumë lënë të parët për të fundit. Shumë kanë lënë që duhet punuar. Për të emri Allahut te luasi dhe ndëruar i thën ato botkuptimet e mbylljes së derës së ijtihadit, përpjekjes mendore, apo se duhet të përmbahemi do të thotë kuptimeve, qëndrimeve ose fetvave të ulemave të kaluara, me bot taklid, pasim të verbër, pa u hap dera për ulemat e çdo shekulli, çdo kohë për dhën edhe ata kontributin e tyre në shtjellimin dhe sqarimin e ajeteve të caktuara të Kuranit ose hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po duhet të referohemi kuptimeve të tyre, mos dalim jashtë asaj. Jo themi diçka që kurkush e ka thonë. Por ato që dikush e ka thonë, a ka mundësi të përpunohet ende dhe ende, të përshtatet situatave, rrethonave, kuptimeve të kohës aktuar. Ka shumë edhe shumë edhe shumë. Dhe kjo neve na bën që ne të ndihemi kënaqur me këtë ditë, që tjerë nuk e kanë. Nuk e kanë këtë aftësi të zgjerimit të shtjellimit se kanë. Sa është ky shariat subhanallahu i gjon që çdo kohë, çdo vend ka mundësi që njerëzit të shërbejnë me të
pavarësisht situatave, kohrave, gjendjeve, gjuhëve që ata kalojnë kështu me radhë. Prandaj emri Allah el-Wasi me këtë kuptim thash na shton bindjen për ballë së feje. Na shton dashurinë për Allahun xhallahu ala. Na ushqen zemrën për madhrimin e Allahut xhallahu xhelaluhu kështu me radhë. E dyta që e kuptojmë për kësaj është se thamë se Allahu xhallahu ala ka përfshi çdo gjë, ka përfshi çdo gjë kush? Çdo gjë. Rreziku i tij për shembull. Rreziku i tij ka përfshi çdo gjë. Mirë, pasi ka përfshi rreziku i tij çdo gjë, është luasje. Të gjithë kanë mundësi dhe të gjithë përfitojnë nga furnizimi i Allahut azza wa jall. Dhe gjithë ky përfitim absolutisht nuk e harxhon furnizimin e Allahut xhallahu ala. Nëse njerëzit nga ngushtësia e kooperacisë dhe njerëzit nga ngushtësia e lakmisë dalin në gjersinë e kuptimit të këtij emri, a do të kishin arsye për të pasur zili për një tjetër? Absolutisht. Absolutisht. A do të kishin mundësi që ta urrejnë njëri tjetrin për shkak të pasurisë së kësaj bote? Absolutisht. A do të kishin mundësi që të luftonin për këtë dunjë? Kur? Nga se për këtë ka thënë Ribi ibn Amir, ti nxjerrim nga ngushtësia e kësaj bote në gjersinë e saj. Nuk e ka pas përsim të nxjerrim nga ky planet në planetin tjetër më gjon me tu. Që ky është mjaft i gjerë. Ktu ka mjaft rrezik, nga se ai el-Wasi e ka shpërnda gjithë anë bujën e tij. Problemi është se njerëzit nga kuptimi i Allahut el-Wasi apo kalojnë në kuptimin e nefsit të tyre që është i ngushtë. Nuk jetojnë me Allahun, por jetojnë me nefsin. E kur njeriu jeton me nefsin, gjithçka është pak, gjithçka është e ngushtë, gjithçka harxhohet, se nefsi jep kësi shenja. Nefsi kur s'ngjihet. Andaj nefsi çka t'jap? Thotë nëse ky e merr këtë gotë me ujë, ke bie se ti një më pak kimë pi jap. Nefsi kështu jep shenja. Andaj duhet të dalim nga nefsi joni ngushtë në gjersinë e kuptimit të emrit Allahu el-Wasi, për të kuptuar se ka për të gjithë. Nuk i çka më do të thotë me pas zili, me pas hasad dikën të tërë kështu më radhë. Gjithashtu edhe nga ky kuptim është se Allahu xhallahu ala thotë që një njeri për shembull tjetë ndoshta i ngushtë në rrezik, thotë që tjetë i ngushtë në dije, i ngushtë në aftësi të caktuara, në qoftë se e prek Allah me emrin e Luasi, i zgjerohet kapacitet dhe mundësia në mënyrë të çuditshme atë. Edhe rreziku i tij, edhe dija e tij, edhe fuqia e tij dhe pushteti i tij kështu më radhë. Prandaj Taluti nuk ka qenë një orë. Andaj kur kanë kërkuar bene Israilt në tregimin e një orë, apo ib'ath lana malikan, na çoni mbret që na udhëheq edhe luftojmë rrugë tonë o Zot. Na ina problemi jon, bene se të kanë pas se na ina të fortë, na trima jemna. Me problemi është se skem kush më na udhëheq na. S'ka kush na prim përpara. Allahu ka thënë se veç kjo problemi juv, apo atë s'është ky problem. Ase kanë pas këtë problem, ata kanë pas problem me nefsin e vet. Kanë pas problem me vetën e tyre. Mirë po, e kanë kërkuar këtë në rregull. Nëse veç kjo problemi, Allahu ka dërguar Talutin atë. Taluti ka qenë njëri i rëndomt. S'kan prit kur që ky bëhet. Ata kanë prit që të bëhet dikush prej asaj elitës që ata kanë synuar udhëheqjen. Por përpara, tek Ben Israel udhëheqja nuk është fituar me vota. Apo udhëheqja nuk është fituar në mënyra të ndryshme, por është fituar me emrimin e pejgamberit. Qase pejgamberi kanë udhëheq Ben Israel. Edhe kanë ka emëruar pejgamberi udhëheqës, nëse ai s'ka qenë, ai ka mbet udhëheqi Ben Israelve. Ata shta kanë kërkuar nga pejgamberi tyne, ib'ath lana malikan. Na emran një malik, një kryetar, një mbret që neve na udhëheq në luftë, se mjaft ke më duru ata. Atëherë në mesin e Ben Israelve ka pas njerëz që s'kan qenë elitar, apo por që janë bërë të tillë në situata të caktuara. Dhe kjo është ajo që subhanallahu na duhet të kuptojmë se në rastet e sprovave, në rastet e problemeve, në rastet e caktuara dalin shesh do njerëz që kur s'ta ka marrë se që ky ka më kon çaj që Allahu xhallahu ala do të jap këtë aftësi të ndikimit të domthon pranimin nga ana njerëzve, dashurisë të njerëzve ndaj tij, fuqisë, aftësisë së tij për të udhëheq kështu më radh. Në fillimisht ata e mbevasuar që Taluti tjetë ai që do të udhëheqë. Ata kanë wa kayfa yakunu lahu al-mulku alayna, çka mund të më kon me neve? Çka mund të më kon?
s'ka para kë. Në këna pitë që dikush një pi pasani ka botëve. Apo? O lem ju të saaten min el mal. Nuk i është donë gjërësia pasurisë atë. Allahu Gjallahu Ala ka thonë se ajo që është luasi, ja zgjeron kur dënë. Apo? Nësa bëja bënë të pasën. Apo? Nëse keni këto pas problem, apo? Sështë javë për më dheq, nësa bëja bënë më dheq. Apo? Ja zgjeron kapacitetin dhe aftësite, u dheqës. Apo? Andaj nuk duhet njeriu asnjë të nënçmon vetën e tij për asgjë. Në qoftë se nëse Allahu aluasi, mund të kesh aftësi të kufizuara në aspekt caktuar, apo? Qase ne gjithë jemi të kufizuar në aspekt. Gjithë jemi me aftësi të kufizuara. Nuk kemi me aftësi të pa kufizuara, sikur të thonë kategoria e njerëzve me aftësi të kufizuara. Na ketë njerëz me aftësi të kufizuara. Apo? Meqë Allahu kujton ja zgjeron me një aspekt, ja ngushton me një aspekt. Për këtë arsye, njeriu nuk duhet kurrë të zgënjet, por duhet ta kërkon halin vazhdimisht, nga sa është eluasi, që të ka ngushtuar në aspekt, ai kurrë të zgjeron. Andaj shikoj Talutin, nga një njeri rëndom e ka bërë udhëheqës. Madje nuk është kjo përzgjedhja e parë e Beni Israelve. Në kuadër të Beni Israelve këtu ka pasur edhe kush u ka qenë që është bërë yll pastaj. Është bërë një orë me udhëheqje pastaj kush? Davudi alayhis salam. Kur se ka njoftë apo? Me kur ka kom ballafaqim me Xhalutin, ka dalë Davudi, unë e vrojta. Xhaluti ka qenë më i pari të parëve atij apo, më i fuqishëm. Ka dalë Davudi e ka vrarë. Kur s'ka prish Davudi e vrarë apo. Por Allahu xhallahu ala i azgjeron trimnin ku na don dhe ja ngushton zemrën ku na don, i azgjeron fuqinë ku na don dhe ja ngushton ku na don. Prandaj ju duhet të jetë i lidhur me Allahun xhallahu ala e mos llogarit në fuqinë e tij, dhe mos llogarit në kapacitetin e tij, mos llogarit në trimin e tij, ka se Allahu xhallahu ala mund të jetë shumë trim, por në moment caktuar ta ngushton. Duke që kur s'ke pas asnjë thëmi të trimisë. Apo mund të jesh i gjerë në dije, por në moment caktuar vallai ta ngushton të kujtohet shahadeti apo. Apo dhe mund të jesh shumë i padijshëm, por në moment caktuar ta zgjeron që çaq sa i vjen jalimi edhe ty të vjen çaq për me kaluar. Andaj ajo është që ngushton, ajo që e zgjeron. Kjo është elvasi, që një të jetë i lidhur me Allahun xhallahu ala, të bindur te, mos llogarit në gjerësinë e pasurisë, mos llogarit në gjerësinë e dijes së tij, mos llogarit në gjerësinë e njoftësisë që ka, por le të llogarit në gjerësinë e atij që është elvasi. Ajo zgjeron kur don atë. Prandaj edhe Allahu xhallahu ala Mehdiun kështu e bën. Mehdiu që do të vijë në kohën e fundit, apo nuk ka ndonjë për momentin kur njerëzit e shohin në rrymë të, nuk ka ndonjë shkallësi aftësi të veçantë për të udhëheqë. Nështë edhe ky mund të jesh këtë talutje, njerë nuk llogaritin fare që ky ka me kon çaj. Mirë po yuslihu Allahu fi lejle. Allahu xhallahu ala e përgatit mbrëmje natës. Çfarë përgatit? E përgatit për të udhëheqë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam drejt disa fitureve dhe ngjarjeve dhe zhvillimeve të rëndësishme. Kush e bën këtë? Allahu xhallahu ala. Andaj kjo është një thirrje për shpresë edhe për veten tonë, por edhe për prindin nganjëherë që mund të shohin që fëmia e tij nuk është ndoshta i zhvilluar shumë në një aspekt, është i kufizuar në kuptime të caktuara kështu më radh, jep sebepin e mundshëm ti për të azgjeruar diapazonin e kapacitetit të tij intelektual ose të fuqisë ose të rinisë ose cilësive tjera, me gjitha llogaritën e atë që është luasi, ai që mund të azgjeron, ai që mund të hap kapacitetin e kuptimit të shëndetit, të gjitha asaj që fëmijët mund të jetë kufizuar në të. Prandaj Allahu xhallahu ala është ai i cili u azgjeron njerëzve atë që ata mund të ndihen të ngushtë. Dhe ajo është që azgjeron sot don. Dhe nuk ka kufi për këtë zgjerim. Nuk mundemi ne kur të vendosim se sa do të zgjerohet autoriteti dikujt apo. Sa do të zgjerohet ndikimi dikujt. Kush këtë në bën atë. Ka se Allah e zgjeron ndikimin e dikujt dhe e ngushton ndikimin e dikujt apo. Ajo është eluasi që bën këto zgjerime. Prandaj ajo që na bën këtë tim që të përfitojmë është ta kuptojmë se a thua vallë me çka zgjerohet e me çka ngushtohet apo nëse njerëzit këto kalkulime të zgjerimit kur i bëjnë nganjëherë i bëjnë gabimisht. Pasuria nuk zgjerohet me punë, por zgjerohet me halal. Se puna mund të jetë haram edhe halal. Apo andaj sikur sa thash më herët, mund të jetë pallati i madh, po për ty me qenë i ngushtë. Se eluasja është ai që ka ngushtuar atë që kanë gjorat. E gjerë. Andaj edhe pasuria mund të jetë e madhe, por diku ti ngushtohet këtë ti duket se sa pet s'është, s'ka kurrë, s'knaqesh me të. Nëse dikush mund të ketë pak, por se ti kënaqesh me të, ti azhron Allahu xhallahu ala eluasi, ti duket se ato çka ja ka kur kush këtë botë se ka. Andaj edhe Muawiu radiallahu ta'ala anhu
e ka martuar një grua që ka qenë një fisit njohur, por e shkëtinës, e mësu më rëndun palat, e mësu më rëndun tenda, mësu më dole me pa sot shesu një gjën, apo, mësu gjën mërnuaja. Kër ka martu Muaviju radiallahu ta'ala anhu, apo, aja ka të su një poezi që posa e ka në gjuhë Muaviju ka lëshua, ka në të si e për të. Poezia ka përmbajt, do të të kuptimet e të që po flasë. E qka ndodhi që nga gjërësia u futan kënë ngurësi, palat i madhë ngurësi. E to këtë sadi, 20 metra me 20 apëton ngosht, u mësu gjën me pa shkëtin. Apo, atë Allahu xhallahu ala nga njerë nuk do të thotë, a pallati i madh, a shtëpia e madhe, por është zemra e zgjenuar. Që ai ta ka zgjenuar zemrën, apo duket gjën. Që ai ta ka ngushtu, ku çat duket ngushtë atë. Ne kërkojmë nga Allahu xhallahu ala që zotë na zgjeron zemrën tonë në kuptim të kënaqësi dhe pajtim ma që na ka dhënë. Na zgjen Allahu dijen, apo nga se sa njerëz, vallahi, kanë informata. Mirë po, nuk ua ka zgjeruar këtë dije që ta përfshin dhe praktikën. Është e ngushtë, veç din. Nuk e nxjerr me praktiku se nxjerr. Është ngushtë. Andaj disa njerëz Allah xhallahu ala u ka dhënë pak dije, po u ka zgjeruar shumë praktik. Praktikojnë është më shumë se dikush që ka shumë dije për pak ka praktika. Andaj kjo është elvasi që duhet ta kuptojmë dhe ky është ndikimi i tij në jetën e kësaj bote që Allahu xhallahu ala u zgjeron njerëz në çdo aspekt, edhe në shëndet. Sa njerëz mund të jenë të ngushtuar në rrafshin e shëndetit, apo dhe mjekët janë ngushtuar edhe më tepër. Nga njëra disa mjek e ngushtojnë edhe më tepër. Nga se normalisht burimi pikata marrë është i ngushtë, sigurisht se ka në fillim. Do të thotë të dhënat e medicinës nuk japin shpresë për këtë sëmundje. Andaj burimin e ka të ngushtë edhe pastaj e transmeton ngushtë, edhe komenton ngushtë, nuk ka problem ngushtë. Në qoftë se bartemi tek eluasi apo të kaj, a ka shnet për të tonë? Ka. A ka mundësi që këtë ngushti që të ka ndodhë ty, apo në aspektin shëndetësor, me e zgjeru Allahu Azogjel, edhe me e largush smurin që të knaqesh në fushat e shëndetit, ka mundësi, apo. Andaj, thash, eluasi është nga të emra që ne jap shpresë tek Allahu Xhelaluhu, apo, dhe na jap gjerësi të madhe, edhe pse mund të jemi në vrim, apo, nga se ka pas dietarë që kanë qenë burgosur, kanë qenë të keqtrajtuar, por të jetuarit e tyre në hijen e emrit të Allahut Eluasi u ka jep gjerësira të shpresës dhe lumturisë që ndoshta në pallat ai që i ka burgosur nuk i ka pasur. Imam As-Sarkhasi rahimahullah ka qenë dietar për dietar të mëdhëbit Hanefi. Është burgos në bunar, do ne ka fut në bunar e kanë fut në gusht për ta domon për t'ia shijuar dënimin sa më mënyrë nënçmuese. Në bunare ka shku librin më të njohur të mëdhëbit Hanefisa që është apo. Apo, qase nuk mposhet besimtari me këto ngushtinë apo. Nuk mund me ngushtu kur, përsa ai jeton i gjerë. Apo nuk mund të prangoset besimtari me ngushtinë e rrezikut. Ja, është i gjon. Andaj nuk e prangos asgjë një musliman i cili jeton me emrin El-Wasi. Nuk e prangos as mungesa e shëndetit, nuk e prangos as mungesa e rrezikut, nuk e prangos as mungesa e lirisë, asgjë, ka se për të gjithmonë ka hapësirë për të ndi i lirë dhe i gjerë. Edhe Ibn Taymi rahimullah ka qenë burg, subhanallah, u ka lexuar do të thotë gardianëve të burgut, u ka lexuar një ajet që ky është ajet i banorëve të xhenetit, që kanë më lexuar banorët e xhenemit, emër kıyamet. Aja ty ne u ka lexuar. Kur e kam vendosur, ja kam shël derën, ka thonë duri be bainhum bi bab. Apo duri bainhum bi surin lahu bab. U vendos një mur që ka një derë. Apo batinuhu fihi rahma, brendia ti rahmet, wa zahiru min qibali al-adab, ata që në ato për jashtë, ata në azab apo. I kam një jeni të hiq që një për jashtë, e unë kënaqja kam rënë ato. Gjanë kam, shumë gjanë kam. Andaj kush i ka mësuar të jetojnë këtë gjerësi të lumturisë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Si shpinë ka pas shumë ngushtë. Shtëpinë ka pas shumë ngushtë. E dini se pejgamberi kur është fal natën, Aisha radhiyallahu anha është dashur me mbledh këmbët që të bën sejdë rahat, kaq që ka pas shpinën ngushtë, apo mi posa ka pas zemrën. Shtëpia e pejgamberit nuk është mbyll kurr. Vazhdimisht ka pas musafir që kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, saqë Allahu ka zbrit vahi, shpallë ka zbrit apo që mos rëni gat tek pejgamberi sa. Sa ti vjen marr me un çunë. Po kur të hani buk, e kryni punën, hasni afran. Hasni mos rëni. Do ajet është dashur me zbrit,
Apo, nga se ai çaq i gjon ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ngushësinë e jetesës që i kanë dhënë këtë ashab për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj kush e kupton emrat e Luasi, i zgjerohet edhe dija, edhe shëndeti, edhe pasuria, edhe jeta, çdo gjë duket e gjerë. Pse? Nga se ai është duke u bart tek e fundit nga një ngurësi në një gjerësi. E kur e din gjerësinë e asaj që po bartet, edhe ngurësia i bëhet e gjerë. Andaj kjo është një indikime të emrit të Allahut Eluasi në jetën tonë të përditshme. Normalisht çdo gjë, thash se kjo është gjithë përfshirëse, çdo gjë mund të përfshihet këtu. Çdo gjë mund të përfshihet këtu, por është mirë që këtu aspekte që zakonisht dinë më na ngushtu ka herë, apo më na ngushtu furnizimi, më na ngushtu shëndeti, më na ngushtu disa gjëra, apo t'ja vendosim asaj ngushtësie do pika të kuptimit të këtij emri Eluasi e ta bën të gjerë pastaj. E zgjeron edhe të mund të kalojmë dhe të depërtojmë në jetën e kësaj bote derisa të dalim nga tuneli i saj në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Këtu janë disa prej kuptimeve dhe ndikimit të këtij emri të përditshëm, padyshim kam edhe disa pika që kam dëshirë të trajtoj në pjesën e dytë, por për këtë pjesë po mjaftohem me kaq. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammedu ala alihi wa sahbihi sallam.